nuk është refuzimi i dialogut, ka të bëjë me refuzimin e ftesës, sepse ju kemi përgjegjë në ftesën e parë. Nuk ka nevojë të ketë takim politik për procedura, siç po thotë zoti Kurti. Nëse është procedurale, atëherë duhet me trajtuar si procedurale. Nuk shkon takim për të drejtën e fituar. Dhe natyrisht këtu po mungon një marrëveshje politike që partia e parë duhet me realizu. Për kuvend, edhe për qeveri, apo si do që e kanë planin. Me pasqendet e kanë këtë pozit, ne para 5 jave i këshmi mbyll edhe kuvendin edhe qeverin, edhe çështën e presidentit i këshmi zbardhë. Si duhet marrëveshje politike pa takime? S'ka vullnet, nuk është që s'ka takime. Nuk ka vullnet politik për me zgjidh problemin. Me ba takime vetëm sa për të taku, edhe mu taku në parimin më morë vesh për mos më morë vesh, LDK nuk funksionon. Ne shkojmë takim vetëm kur do të me kry punë, sa e përket angazhimit politik, ne kemi përgjegjë letrën e parë. Letra e dytë, konsultime për konstituent kuvendit, për çështje procedurale. Procedurat i ka zoti Dehari, si ma plako i këtij kuvendi, edhe zonja Jashari si marrja këtij kuvendit, munges ti. Ata i kanë të drejtën procedurale dhe ceremoniale këtij kuvendit. Por nuk lejuan që me procedurë dhe me ceremoni me ecë kuvendi, atëherë kryetarja e kuvendit këtë rast zgjedhet vetëm me votë dhe ajo do të ketë një marrëveshje politike. Faleminderit. Fatëm Peci ju quajti si shoqëri aksionare dhe që nuk e bëni të mirën këtij vendi pasi që keni mentalitet bllokues por nga një parti e cila si ai ku kanë qenë nuk kanë qenë institucionaliste, tash po i bllokon institucionet. Si i komentoni këtë deklaratë? Po njerëz që dalin për LDK-s nuk i morim vlerat me vete, s'paku do të më morë kujtimet e mira me veti. LDK-ja asnjëherë nuk ka ble bari të rishnave në vend të zavendësimeve tjera dhe nuk ka fliq politika me situata tilla, kështu që kisha lutë me qenë shumë të kujdesshëm. Këtë raport, LDK-ja është institucion politik ku shumë njerëz janë rrit, janë eduku, janë pjek politikisht, por ka dhe shumë tillë që e kanë konzumu LDK-n, e kanë shfrytzu LDK-n, jo si trambolin politike, po e kanë ngry politikisht LDK-n për motive politike. Nëse ju jetë kështu, le të jetë, nuk është problemi yni, nuk ka problemi LDK-s, ata ka gjetë vend më të ngrohtë me punu politikisht, por vlera nuk kanë morë interesa politike. Nëse sot gjallë vota do të votoni për kryetarin e kuvendit. Nëse mbindin që kanë mirë e kanë drejtë, që kam thonë, unë jam i gatshëm, vetëm duhet me mbind që me i besu propozimit edhe arsyet pse duhet me votu. Deri këtu nuk kanë arrit me bind kërkend, as në partitë politike as ne.